Inflacioni në Shqipëri gjatë vitit 2025 është nxitur kryesisht nga aktiviteti turistik, duke u përqendruar te shërbimet dhe jo te konsumi bazë vendas. Sipas Instat, në muajin dhjetor, kur inflacioni ishte 2.2%, rreth 54% e rritjes së çmimeve erdhi nga 3 grupe të lidhura drejt për drejt me turizmin: qirat, energjia dhe uji, hotelet, kafenet dhe restorantet, si dhe argëtimi dhe kultura. Kjo prirje ka qenë e pranishme gjatë gjithë vitit, duke reflektuar presionet e kërkesës sezonale dhe flukseve turistike. Rritjen më të madhe vjetore e shënuan shërbimet e akomodimit me 6.5%, argëtimi dhe kultura me 5.6%, si dhe konsumi jashtë shtëpisë, përfshirë kafen, pijet alkolike dhe ushqimet e përdorura nga sektori i bareve dhe restoranteve. Edhe shërbimet e transportit u rritën me 3.9%, pavarësisht rënies së çmimeve të karburanteve. Një element kyç i inflacionit janë qirat, të cilat u rritën mesatarisht 4.5% gjatë vitit, me kulm 8% në vjetor, të nxitura nga orientimi i banesave drejt qiradhënies afatshkurtër për turistët. Sipas agjensive imobiliare, qirat rezidenciale në Tiranë kanë shënuar rritje nga 6% deri në 57% brenda një viti, me apartamente 1+1 që arrin deri në 900 euro në muaj në zonat më të kërkuara. Në vitin 2025, mbi 12 milion turistë të huaj vizituan vendin, duke rritur ndjeshëm kërkesën për akomodim, shërbime dhe argëtim, çka po përkthehet në rritje të kostos jetesës për banorët vendas dhe po e kthen çështjen e qirave në një sfidë sociale dhe ekonomike.